Fillimisht trajta e duhur, me që edhe këtu gabohet bukur shumë, te fjala fëmijë në të shquarën do të bënte fëmia dhe disa përdorin gabimisht me fëmiu e kështu me radhë. Jam i mendimit që fillimisht gjuha amtare të forcohet, të përforcohet, të kultivohet bukur mirë, e pastaj natyrisht që vetëm kur e kemi në nivelin e duhur gjuhën tonë amtaren kryesoren, atëherë edhe shumë më lehtë do të ishte edhe për secilën gjuhë. Madje edhe tjetra do të mësoj më me themel, më qëndësisht dhe rrjedhimisht kjo tjetra jona, madje mendoj se nuk do të cenohej, le të themi ajo gramatika e pastër se si do duhet të ishte tamam me themel. Ndërsa e kundërta kam droj se mund ta rrezikoj ta cenoj këtë pastaj ajo që do duhet të ishte gjuhë amtare, sepse faktikisht ajo tjetra e huaja pastaj po bëhet amtare. Çfarë ndikimi kanë huazimet në gjuhën shqipe? Secili huazim nuk do të ishte i mirëpritur sigurisht. Madje do të vendosnim kritere bukur të rënda për të huazuar fjalë të huaja në gjuhën tonë. Dhe ajo poezia e shkurtër e Naimit kundër të tjera, domethënë e quan se sa e lehtë, sa e lirë, sa e mirë është shqipja, për të qenë e këtill duhet qenë e lirë. Për ta dashur ne gjuhën shqipe në nivelin siç e donte Gjergjfishta, sigurisht se gjuha jon do të duhet të ishte e pastër siç ishte në kohën e Gjergjfishtës, sepse ata e kishin pastruar dhe madje kishin edhe pasuruar me fjalë shqipe dhe ne për ta pasur atë dashuri, atë shije kur e flasim, natyrisht që duhet qenë e pastër. Dhe kjo pastërtia sikur cenohet me huazimin e fjalëve të huaja natyrisht. Mirpo ashtu siç edhe e kam thënë, ne në huazimin, pranimin e gjuhëve e faktikisht të fjalëve të huaja në gjuhën shqipe, duhet ta bëjmë vetëm nga halli dhe jo nga malli, sepse në situatat kur ne do ta duam një fjalë të huaj më shumë se shqipen, atëherë këtu fillon edhe rreziku. Pra, vetëm kur jemi të shtrënguar, të detyruar, do të marrim fjalë të huaja dhe jo ato që mund të zëvendësohen me fjalë shqipe. Merrem me mend për shembull fjala pasticeri, fjala farmaci, po të mos ishte ta zëm fjala barnatore, ëmbëltore, sa tipike shqipe, sa të ëmbla e kështu me radhë. Pa çka që aty ka ilaçe të hidhura, të paktën tingëllon bukur ëmbël, le ta themi kështu. Shqip. Nuk mund të ikim një problem që ne e kemi, apo një ndikim të madh që ka bërë teknologjia dhe rrjetet sociale. Jo, si profesor i gjuhës shqipe, si e shihni një person i cili një status, një shkrem, një diçka, e shënon në gjuhën angleze ku 99% të fansave të tij, të shokëve që i kanë ato rrjete janë të gjithë që flasin gjuhën shqipe. Pse po ndodh kjo? Tashmë për fat të keq ky vërshimi i globalizmit, i përfshirjes përpara kur merr ai vërshimi i anglishtes gjuhë të vogla, sidomos shqipja, si duket tash edhe ne për të përdorur një fjalë të huaj për të dukur më trend, më në rrjedha, edhe mbase një gjë e këtill bëhet mu për këtë. Mirë po duhet qenë bukur fanatik në këtë aspekt, sepse është fortifikata e fundit e identitetit kombëtar. Tashmë nëse veshja jonë ka ndryshuar dhe ne nëse po të shiheshim në shesh, askush s'do të thoshte se ne dukemi shqiptar, ta zëm siç do të konstatohej para 70 vjetësh, 100 vjetësh, vetëm me dukjen tonë, tipike shqiptare, plisi dhe tirshet e kështu me radhë. Ndërsa kështu siç është ndryshuar dukja jonë, ne kështu po lejojmë të ndryshohet gradualisht edhe gjuha jonë. Dhe pastaj kur humbet edhe kjo, atëherë çfarë do të quhet shqip, çfarë do të quhet shqiptare, prandaj në këtë aspekt ne duhet të jemi shumë më fanatik, shumë më këmbgulës në ruajtjen e identitetit të fortifikatës së fundit ajo e gjuhës. Dhe nëse edhe në këtë e humbim, atëherë me të vërtetë ne si gjenerat nuk kemi përmbushur atë që të tjerët e kanë bërë me djers e me gjak, ndërsa ne thjesht vetëm në ruajtjen fatmirësisht nuk e kemi mbase nevojën që ta ruajmë me gjak, mirë po thjesht duke e dashur më shumë, duke e ruajtur dhe kultivuar më tepër.